Ministria e Turizmit dhe Mjedisit njoftoi sot se UNESCO ka dhënë rekomandimin zyrtar për shpalljen e luginës së Vjosës si rezervat i biosferës. Është më shumë se një vlerësim ndërkombëtar, është një njohje për bukurinë e egër të Vjosës, mirënjohje për njerëzit e atyre trevave që jetojnë në harmoni me natyrën dhe për përpjekjet e përbashkëta në mbrojtjen e lumit të fundit të egër të Europës. U shpreh Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro. Ministra theksoi se ky rezultat nuk është i rastësishëm, por vjen pas një pune intensive të institucioneve përkatëse. Ajo përmendi vizitën e parë të drejtoreshës së përgjithshme të UNESCO-s, Audrey Azoulay, në luginën e Vjosës në shkurt 2023, si dhe përkushtimin e vazhdueshëm të specialistëve të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Vjosa sot nuk është vetëm një lum, por është një model i zhvillimit të qëndrueshëm, ku natyra frymëzon. Në shtator të këtij viti pritet që Këshilli i Rezervateve të Biosferës i UNESCO-s të miratojë përfundimisht përfshirjen e Vjosës në listën e pasurive botërore, si një himn për natyrën dhe për njerëzit, deklaroi Kumbaro. Shpallja e luginës së Vjosës si rezervat i biosferës do të përforcojë statusin e saj ndërkombëtar dhe do të promovojë më tej ruajtjen e natyrës dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajon. Lumi Vjosa është i njohur si lumi i fundit i egër në Europë, pasi rrjedh në mënyrë të lirë për rreth 270 kilometra nga burimet në malet e Pindit në Greqi, ku quhet Aos, deri në derdhjen në detin Adriatik në Shqipëri. Lugina e Vjosës është një ekosistem unik që përfshin habitate të ndryshme si pyje, ishuj ranor dhe toka bujqësore, më shumë se 1100 lloje bimore dhe shtazore, përfshir specie të rrezikuara si vidra, pelikanët dalmatian dhe peshq endemik. Është një korridor migrimi për shumë shpend dhe një zonë e rëndësishme për biodiversitetin evropian.